Shpesh në këto adhurime, ma shumë i trajtojmë si mundësi për sevape. Mundësi për sevape. Nëse ban, shpërblesh, nëse nuk ban, okej, nuk ishëm sevap. Jo, nuk ban kështu. Trajtoj si kuptim të armatimit. Betejë është e fuqishme, është afatgjate, duhet armatim. Apo, tash dallon me dal luftë të madhe me pistolet, edhe me dal me një, për shembull, automatik, edhe me një tank, edhe me një aeroplan. Ushtrit dojnë me qenë të avancuar gjithmonë ndaj armikut apo. Andaj kuptoj adhurimet si suport i rëndësishëm një armatimi domosdoshëm në betejë kundër tij apo. Prandaj sa më tepër adhurim, vezveset janë më pak dikim për shkak se goditësh më e fuqishme. Kështu që kur ti do më fal 2 rekate, edhe i kupton si sevap ose i kupton si armatim, cila është më inkurajuese për më bë? Ha? Dyja të bashkë, po arma është më e madhe për shkak se lufta është e madhe. Apo kupton? Se sevapi për shembull, thosh nuk e bëj këtë sevap, okay, e bëj tjetër. E kena një mentalitet të, domthon, kompenzimeve ato. Ama kur është betejë e fuqishme, jam luftë, çdo armë është e mirëseardhur. Nga se lufta nuk pushon. Andaj edhe armatimi nuk duhet të pushuar. Nuk do të pushuar. Prandaj të furnizoj vazhdimisht me devotshmëri me punë të mira.